Lavdi dhe falëndërimi është për Allahun fuqiplot, të cilën e besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet të dërgojmë pejgamberit tonë, pejgamberit fundit, pejgamberit të mëshirës, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në kiamet. Allahu na këshillon në Kur'an me fjalën e tij: o ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin, ashtu si takon atij, dhe mos vdesni ndryshe vetëse me iman. Të dashur vëllezër, ka hyrë muaji i bekum i Ramazanit. Lutë Allahun që të na i pranojë ibadetet, të na bëjë të sinqert, të na shkund pluhurin e pritesës dhe përtacisë që mund të na ketë kap në imanin ton. Allahu i lartësuar veç një rregull kur i ka përmend dispozitat e agjerimit, në fund ka thënë Zoti: yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allahu përmes këtyne rregullave të agjerimit, por edhe të fesë në përgjithësi, don me ja letu juve asesi me ja vështirësu. Pra, çka do që mendon nga ibadetet, namazi, agjerimi, zeqati, haxhi, respektimi prindërve, sadaka, shkumi në xhami, ajo kjo, kërët ibadetet, nuk ka qëllim Zoti përmes këtyne me na shtërngu neve, me na dërmu neve, me na lodh neve. Lehtësim që i bjen këto rregulla unë i kam vendos, por kam lënë alternativë për gjithë secilin sipas mundësive të veta, veç le të pyet. Allahu e do lehtësimin për juve, asesi më ju vun zër. Në momentin që njeriu nihet në siklet nga një ibadet i caktuar, vjen me njëherë tolerimi, vjen me njëherë lehtësimi, vjen me njëherë opsioni B. Andaj të dashur vëllezër, aman ata që janë të agjëru, mos t'ja marrin lakmi atyne që s'janë të agjëru pa arsye. Pa arsye. Se kemi rast kur dikush është të mos agjëru, s'po mund me agjëru, a mos po agjëron me arsye. Ka arsye. Dine që Allahu gjithë se cilit për jush i kalon alternativ. Jemi për Ramazanin të folë, se dhe muj me folë edhe për namazin, muj me folë edhe për zeqatin. A i cili s'mun me agjëru për shkaqe shëndetësore, e prish. E letër kjo mesele. Nuk është e arsyeshme me thonë unë e desë se prishin. Jo, Zoti nuk do që Ramazanit mu bo sebeb me ta marrë shpirtin. Zda. E prish. Mas e vapo me prish, se mës me e prish. Nëse jenë udhtim, a me prish ajo, Zoti ka thonë lehtësim. Nëse s'mund me agjëru, prish e lirisht. Nëse mund me agjëru, agjëraje. S'ka problem. Nëse kini smundje kronike që nuk shërohet kur, mos agjëra. Masane që ka me bo, mos agjëra pet masane, se nuk shnosh është kur. E ki smundje, dhe vdekje. E pagun. Për çdo ditë një fukara se e 5 euro, plus minus. E ushqen një fukara për një ditë. Është gruaja shtatëzon. Sa gjëran. Thjesht vetë pse ka tut për fëmijën e vet në bark, bën me e prish. Veç tut pse ka. Ajo tjetra ka me qumshtin e vet, e prish. Një njeri është në punë, edhe këtë familje është i varur prej tij, dhe s'munët me pas lehtësim, s'mund me pas, se le shefi, nëse e qëtë pi punës, fëmijët mund mi dek për buk. Pa flas raste serioze. Atër çdo ditë ai e nis agjërimin, çdo ditë e nis agjërimin. Çdo ditë, edhe një për përsëris, e nis agjërimin. Shkon punë aty, pështetet për muri, ja rabel shojnë kamat, s'un e le punën, se i desën fëmijët për buk, thot sot zot s'po moj, edhe qohet e prish. Ama nesër mundet, nesër agjeran. Ama qëtu në ndilën ka pushim, agjeran. Jo ato forat atyne që ja, unë e më ndërtimtari është të punu, unë e s'muj me agjeru. Ka. Këtë muhabet ja bënë hoqës një muj para Ramazanit, dhe veç e ka vendosë mës me agjeru. Jo. Ka letësim. Nëse familja është në vane, s'ki alternativ tjetër, nuk tje pushim shefi. Edhe e njës gjdo dit me agjeru. Ata që janë për gërbeta i bëjnë këto pytje në për punë ndërtimit. Edhe kur pështetesh për muri, s'ki alternativ tjetër, tu kanë të rusut, preshe.
Se Zoti nuk do me agjerim ty me të qunë smuje. Nuk do me agjerim ty me të amarë shpirtin. Ama bëni sinqert, nëse për dit, që unë sufir për dit, qa dit që mund, elhamdulillah, qa dit që s'mon e prish. Qëtunën e dilën apet, ja, kumë provu ditën e parë deri në drejkë smujta. Qëtunën e dilën, po mas i se nisa më në fillim, a ja, kështu jo. Zoti e do lehtësimin, ta ka dhonë lehtësimin, ama edhe seriozitetin dal me pa tonin. Edhe seriozitetin. Kuptojeni këtë rregull. Allahu don për juve lehtësim. Nuk ka ardhur agjerimi me na bën neve zullum. As me amar lakmia atij i cili është ajo forja kur njoni ka shku te çeshmi aty me pi ujë, i ka thonë ai tjetër agjerueshëm, i ka thonë qysh bën Ramazan po pin ujë, thotë unë jam musliman. E përmendaj diçka tjetër, pak më nujshë, po s'du me ofendua s'kan. Thotë ai lumit ti. Çka më i lumit ti? Që s'pa agjeron i lumit ti? Që s'pa agjeron i lumit ti pja merr lakmit dikuj? Pa ti që do më thonë me agjeru? A di që do më thonë me kry një farë të Zotit? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar me i fal 2 recate. Në sunet sabajt, ki se vap sa krejt dujoja edhe çka konton. Tja pa lloj pasuni, botës tjetër. Kush agjeron një ditë për izahat Zotit, një ditë, Allahu ja largon fytyrën e tij apo trupin e tij pi xhenemit 70 vjet. Një ditë. 70 vjet largësi. Tani ti me çto argumente, shoqërishnetën po, këtë mirat po. Prap thu lumit ti që s'pa agjeron? Ja. Se ka imani kështu. Imani agjerimi ka lehtësime. Veç infuzion mos merr, ditën, mbrëmje merr. Ditën bën me marr gjilpana dikun tjetër përveç venave. Jena smuje ki kokdhimbje ose diçka. Bën me përdor qirit caktuar për nalit kokdhimbjes. A bën me ndërç dhamin, bën me ndërç dhamin. A bën me pi dhamin, bën veç mos e pi ujin, bashkëpunon me mjekun, sa më tonë me pshtym më shpesh. A bën mi bë analizat, bën. S'po di që me thonë, pikat e asaj, pikat e synit, pikat e... O, ban, veç nëse të vjen këtu është pështy desa të largohet ajo. A bën me përdor pumpën e astmës, ban. Këtë me lehtësim ka. A bën me fjet ditën, o flaj, s'ka problem. O më mësut e pratash. Nëse nëzër punin me fjet pi sëfyrit dhe një iftar, as sabas ka fal, as drejk, as i qeni, ku qotë, o boj iftar dhe pas minuta. Ku ma gjeru. Qashtu, në agjerojmë 365 ditë, ama veç natën agjerojmë. Allahu dën lehtësim për juve. Në momentin që dikush ka një smundje, ato kronikët u morën vesh, ato të rastit, tham shtatzania, s'ka mujt gruja me agjeru, ditët që ka i kanë metë, 7 ditë, te e ka ardhë Ramazani tjetër. Në regull, ma mirë o konë me agjeru, po qëtë si ka agjeru, s'ka gajle. Kryet kë Ramazani i agjeran masane. Po tash e kanë fëmin në bark, edhe si vjetë mos i agjeran. Po në matë e kanë fëmin me qumësht, o s'ka problem, Allahu e dini jetën ta. Në malë, ti mëse le shumë me neglijhu, kështu hajtë salamadi. Po nëse ka ndodhë, s'ka problem. Wallahi feja lehtësim. Pasha Zotin nuk e ka pru Zotin me nuk me këtë fe. Wallahi dobija këthejët veç të na. Kërkush mës mënëm sa të agjeru, me thonë, Zotin ashta ma shë hajrin mu. Kur gjës ta shë Zotin hajrin? Veç vetja jote. Andaj të jetoj me këtë regull. Allahu e do lehtësimin për juve, asësi nuk ka për qëllim me ju munu. Edhaj që s'ka mundësi me dhonë zeqat, s'jep. Hoxha s'kam pare, s'po muj mi mledh, s'jap i zeqat e vla. Hoxha s'ka mundësi me shku në haqë, nuk shko në haqë e vla. Ka mundësi me shku në umre, shko në vla. Pa mbot mësa një farz haqë, jo zbot. Hoxha s'po muj mu falë, kam falë e shullë. S'po muj me majtë avdesin, merë avdes më metra. Ki probleme me urinën. Merë avdes, Allahu Akbar ka thirë zoni, merë avdes qëtër, nësë Allahu Akbar namazin. Edhe nëse e shojë që po të pikë urina, jetu e pa, s'ka problem, nuk të ka prish avdesin, se ki yzër. S'po muj mu falë kam, falë e shullë. S'po muj, o shtrim falë. S'po muj me marë avdes, s'ka muj, merë të e mum. S'po muj me marë gusëll, merë të e mum. S'po muj me lasë e kum lidh me gips, mu ka thy dora. Fërkaj e qështo.
Po s'ta lën dini ty një derë qelë me thonë mos u falë. Jo, gjithë ki alternativë. Se kjo fe ka lehtësim. E çka me bo? Veç me pyet. Në të kalumën, ky popull ka pas dikat. Ka pas dikat. Unë e di njeri që unë i këmë thonë, prej shagjerimin. Po des, pe hapa, mjeku i ka qitë. A i më tha mu hoxha kur të ninë që unë e këmë pri shagjerimin, hajde ma këna salatin që është që thirët për, që këmë dekë, që të me letrën mandar, ma nëryshe pa tha. Tha se e jap shpirtin se pri shagjerimin. Kjo dikat i fort, po feja nuk në kam mësu me bo azab vetën dhe në qëtë dërejgje, jo, s'ka nevoj. Jo, s'ka nevoj. Nuk ka nevoj. Po me gjitha ta, dikat leo, kanë Allah e shpërbleft, ka dek mas disa muje, jo, që atër po mas disa muje, vdic personin fjallë. Sot ka dije të dashur vëllezër. Ma mire me pas dije. Dija e bjen dikatin e sakt, dikat vendosmërin. Ignoranca mund të sjell dikatin, vendosmërin, po e sjell me do gabime. Nuk do zoti ty me të pa jeshtri, s'pepin, të kam lidh 5-6 doktor aty të kryt, ja une, ose ka thuj komën njeri, ose korizin e shpinës e ka pa operacion, ja falem komë, ja une, dhe, hina pet mas 3 muaj në operacion. Se e ka thuj për zdyti, se s'ngan baba, s'ngan nana, se dikat le po ignorant, s'de, s'ka me bo dush me ngu. Mi marë lehtësimet. Andaj, marrëni këtë regull, si për agjerim, si për çdo ibadet. Allahu nuk i ka vendosur të ibadete me ju munu. Keni me pas dobi shpirtërore, keni me pas xhenetin, keni me pas shpërblimet e asaj bote, keni me pas dobit e kësaj bote. S'ka njeri në botë mjek i cili nuk është i bindun që agjerimi ka dobi. Këtë e dim këta. Si kur t'i shkon ibadet i fes tyne, ne këshin qëru sëtë të thonë, qëre na që kemi, qëre na kemi Ramazan, po është ibadet i fes tonë. Prandaj e shujnë, dhe në maksimum, e shujnë. Se Allah ka thonë Kur'an, nuk e bëj kiametin pa dalë në shesh, krejt ibadetet, krejt urnat e mija, mi marrë vesh njerëzit, pse i kumë thonë këto urna? Pse a më bashkë në sëfyrë më qu? Pse bashkë një iftarë me bëj iftarë? Pse 3 ditë të bardhat çdo muaj me agjeru? Pse? Që shpo ndryshan atje hona, ku e di qka unë si di ato sene. I din ma mirë ata eksperta asaj lemije. Pse namazi? Pse me ranë sejsh dhe 2 herë në rukun veç 1 herë? Pse mi falë 5 vaktet? Pse me që bashkë atër në sabah dhe jacin që atër vonë? Krete kanë një fshetësi, kiameti zbot, pa u zbulu kret. Lum aj, që e praktikan, e mirë aj cili, kur vjen dita kiametit ku ka, kuku, u kry filmi. Andaj të dashur vëllezër, Allah na pranoft këtë ibadet. Allah na mundsoft me shfryzu deri në maksimum. Edhe jetoni me këtë bindje se çdo sen që ka thënë Zoti është për të mirën tonë, asesi me na bë azab neve. Zot na fal, na uza, na forca. Ne pranë lutjet, adhurimet, udhëzoj vlat tan rrugën tonë, ata që kanë vdek nga akrabat tonë, Zot çojë selame në botën tjetër, edhe shpërblemi me mirësitë tua. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.